Një deklaratë që ka bërë po ashtu shumë bujë dhe që meriton një koment, natyrisht është, ju keni thënë, le të tregon ai për zotin Kurti se çfarë ka bërë në takimet veçmas me Vučićin edhe me Lajçakun, e madje Lajçakut ja keni përmendur edhe Epsteinin. Epsteinin natyrisht e ka të konfirmuar nga gjitha burimet ndërkombëtare, por Kurti kundër përgjigjet për këtë deklaratë tuajën, zonja Osmani, kur thotë kjo është deklaratë për ato çfarë ka ndodhur në vitin 2022, unë s'jam takuar asnjëherë veçmas me Vučićin. Nuk ka takime që i din pastaj se çfarë u tha aty e çfarë jo në Bruksel dhe Washington. Brukseli dhe SBA nuk i besojnë ish emisarit Lajçak më shumë se vetvetes. Kjo është deklaratë. Thotë asnjëherë nuk jam takuar veçmas me Vučićin, edhe i përmend rastet e vitit 2022. Ju keni thënë se ai është takuar veçmas me Vučićin. Për këtë ekzistojnë fotografitë dhe po e përsëris edhe një gjë. Jo veçmas me Vučićin, veçmas me Vučićin dhe Lajçakun, i cili për fat të keq ka mbajtur qëndrim pro-serb. Dhe unë kam pas debate dhe përplasje të shumta me Lajçakun për këtë temë, dhe për shkak se kam pasur vazhdimisht përplasje me Lajçakun rreth qëndrimeve të tij, shpesh herë ka ndodhur që qeveria të ankohej pse ti po flet kundër Lajçakut. Dhe përgjigja ime ka qenë që unë po flas kundër Lajçakut për shkak se ai po ja marr anën Serbisë, sepse unë nuk është që kam pas diçka personale me të, se as nuk e kam njohur atë njeri mirë po kritikat e mia në raport me Lajçakun kanë qenë për fakt se ai e ka dëshmuar nga fillimi i mandatit që ja ka mbajt anën Serbisë. Dikur edhe qeveria e kuptoi që ai po ja mban anën Serbisë, por ishte tepër vonë të ankohesh në Lajçakun vetëm në fund të mandatit, pas dëmeve të shumta që ju bën Kosovës, sepse ai edhe kur raportonte para shteteve anëtare, raportonte rrajshëm,